Marko Gjurić i konsideron serbët një popull të zbritur nga qielli dhe ashtu si hebrejt në Palestinë, edhe serbët në Kosovë janë në tokën e tyre, jo pushtues. Ministri i jashtëm i Beogradit nuk ndalet me kaq në delirin e tij dhe humbjen me prekjen e realitetit, por madje lëshon edhe një kërcënim. Duhet të sillemi si një popull qiellor këtu në tokë. Shpresoj se do të jemi të denjë për këtë dhe se do t'i kujtojmë fjalët e patriarkut Pavle, se do të kemi Kosovën kur të jemi të denjë për të, tha Marko Gjurić, ministër i jashtëm i Serbisë. Gjurić pretendon pas një provë se 10 nga 38 komuna të Kosovës janë me shumicë serbe, por jetojnë edhe komunitete të tjera. Askush nuk i pyet nëse donin të ishin pjesë të ashtu quajturës projekti Kosovës së pavarur. Lufta për të ruajtur shtetin serb në Kosovë është diçka që është detyrë e të gjithë shoqërisë, diçka që është një projekt shumë gjeneracional, për të cilin kam një dozë të shëndetshme optimizmi pavarësisht rrethanave të vështira, duke pasur parasysh faktin se treguesit tanë demografik në zonat serbe janë ende të favorshme. Familja mesatare serbe në jug të Ibrit ende ka 5 anëtar. Mbështetja që shteti dhe qeveria ofrojnë është e tillë që në aspektin material te i kalon gjithçka që gëzon populli në pjesë të tjera të vendit dhe shpresoj që me rrethanat e ndryshuara ndërkombëtare, qëndrimet e ndryshuara të disa shteteve që morën pjesë në krijimin e atij projekti, kjo do të kontribuojë që gjërat të ndryshojnë në favorin tonë, tha Gjurić. Ai kërcënoi se kjo luftë për Kosovën do të zgjasë shumë gjatë, teksa u shpreh me bindje se rezultati përfundimtar do të jetë me marrjen në pushtet të tokës së pavarur.